Çuna përshëndetje me këtë këtu me një video të rejoke. Sot para do bëjmë vlerësimin e ekipeve. Siç e keni pa këtë titulli, sot para do bëjmë vlerësimin e ekipeve dhe po. Doja të falenderoja këtë video shumë një youtuber i cili është Teo. E keni këtu kanalin e këtij. Edhe më ka komentu 2 video, më ka dhënë motivim edhe më ka ndihmu shumë. Okej, ja për komenti për ka thënë bravo, komenti i dytë ka thënë bravo, ke bëj super ekip, edhe më ka dhënë motivim se e kam shikuar se kanë fillu shumë ndjek satun po shumë shikues edhe kështu. Dhe po, okej, nesër është ndeshja e parë e kupës botës dhe po. Okej, ti marrim këto ke liga se jemi. Okej, jemi nivel 29. Nuk është liga ime, po kur të bëj shumë suba do bëj edhe unë një ligë time. Okej, tani le të vazhdojmë me vlerësimin e ekipave. Tani do të regoj emrat e gjithëve këtu. I pari është Sevi Ronaldo. Okej, më ka komentu videon e fundit më ka bërë dhe sub edhe ja para. Okej, kjo është ekipi ti. Roberto, super. 190 a super. Tani, kjo ka, se ka e mërën kjo se nuk e kam po mirë, po kjo, a di pse i mirë, se mund është menu sulm, me sfush edhe mbrojtje. E kjo super. Ka gjitha statsat perfekt, si fizikal, si defense, si driblim, si pasim, si gjujtje, si shpejtësi, ka gjitha super. Okej, kemi këtu Dembele. Dembeleja është i shpejti ka gjitha. Përveç defendin. Gjitha tjera ti ka super Dembeleja. Belqen dhe mu, është shumë letari mirë, di me shujt tana. Bestin. Nuk është se kam gjujt në herë me best, kam pas bestin e vjetër, dikur atë bestin 105, a ishte super lejtar, nivel tjetër, kështu që besoj dhe kjo, do jetë në i best shumë i mirë. Vetëm ka një problem se i ka kamt 4/5. Edhe kamën e majt, i duhet best, se është sulmus nënën e djathtë dhe i duhet kama majt me qytë. Dhe tani le të shkojmë në mesfush, ka Casemiro. Okej, e ka shumë të mirë Casemiron, edhe sa është 190, për andaj është shumë i mirë. Ka Luis Figo, kë është i eventit vjetër, për prap është shumë i mirë. Luis Figo mund është menu dhe RW, po ke bestin, kështu që nuk ke nevoj. Kemi këtu edhe ketë. Soboslai, stisi mi e tha në emërin, po edhe kjo që ka 107, ja vlen. Tani shkëm në mbrojtje, ka Guardiola, që do është me ndëru urgent. Në që se do me shku 124, Guardiola duhet tike nga ekipi. Edhe sa është i mirë, a i vjetër Guardiola këtu. Këtu që duhet tiku. Këtu Barzoklin e ke okej, është i mirë, defense ka të mirë. Tani Gabrieli edhe këpo, të është mos jep një penalti këti. Qëta jep një vetëm penalti jo. Edhe po. Tani kemi dhe Lamin, Filip Lam. Kë okej, mund të them, i mirë është. Po, tani ata Courtois duhet të ndërohet. Është për tjere i mirë, ka gjitha vetëm overall të ullët. Në qofë se do në mund është me marrë ndë një lejtar 118, se kërra i për tjeri i Marokut, është 118, i gjatë po, është shumë i mirë. Dhe po, në qofë se do me shku 124, ti duhet për të prej pak. Ta shikoj si duhet të shkojsh, Casemiro, okej. Casemiro 119, spritet kjo, edhe i takon që ti duhet, ty të duhen edhe, ja, edhe 5 overall të bazë. Edhe 5 overall bazë, edhe ti mund është
shkruaj 124. Kështu që Guardiola duhet të marrë ndonjë 119, Courtois 118, ndonjë portier tjetër edhe shkove 124. Edhe s'ke nevojë më. Po për mendimi për këtë ekip është 9 nga 10. Thjesht Guardiola dhe Courtois të prish pak punë. 9 nga 10. Kemi tani tjetërin, është Mazniku. Edhe po, ky ka ekip 121. Kështu që unë dë ju komentoj ekipin me anë të overall-dit. Jo, për shembull, ky nuk ka pas për shembull mundësi me lujt, edhe ka vetëm 121. Kështu që nuk do them jo ka 5 nga 10 ose kështu. Edhe nëse ka overall-din e ulët do komentojmë në cilësi të ekipit. Me që për shumë deri tani, nuk i paska të rajnë ullëtar. Se qëfë se të rajnë, duke që ka 123. Okej, këtë e kam, se ka e mërën kë, Govou afti shpejt edhe të riblim. Po, i mirë, qënë ka thjeftë e ka kamen të re me 5. Po s'ka gjë. Martinez, i mirë, 118, okej, super, edhe Bestin. Bestin e thash dhe ke video ke ekipi parë, është i mirë, thjesht të rajnëje. Tani kemi me këto me 118 është i mirë, i gjatë i ka gjitha, gati si gullit. Thjesht e gullit në formë të re. Për menimin tëm, po tham, jo për menimin tuj. Po nuk e kam pas në herë në ekip, kështu që nuk ti me që tham me lujt, më dëriqe. Dihet super e këtë, s'ke pse me në të ru, thjesht të rajnëje. Edhe Makalele. Edhe këtë, nuk e pse me në të ru, thjesht të rajnëje, që e me të kuqe. Tani Grim Aldon, edhe këm. Super si defense, ishe në 17, ban, i mirë është. Tani kemi këtë, 117 Dremer, ban për defense, po ka dhe matë mirë. Po s'ke pse me në të ru për momentin. Erik Garcia e kam dhe unë, ishe në 17 shaft, për mendimin tem nuk di me mbërëjt. Në ekipin tem nuk di me lujt. Nështë nuk di me lujt unë me ta, ose nuk e di, po për mu nuk ban. Po, si duftin, qëfë se di me lujt maje, po unë nuk di me lujt me këtë. Kurse këm, i mirë aftë, mu më pëlqen për vetëm. Din me më përëjt, i ka gjitha. Di me driblu, di me shkonsul, në mërëjtjen me spuf, ashtë shumë i mirë. Edhe për tjerë, Joe Garcia mos e ndërëm. Kam po kundërshtarë se kam pas këtë, me zët ju bafa gëll, ashtë shumë e vështirë me bë gëll. Edhe po, menimi për ekipin tanë ashtë 8 nga 10. Thjesht që nuk i ke të rajnu lëtarë. Në qofë se do i kishe të rajnu, do kishe 9 nga 10. Edhe po. Tani, doja të thoja dhe një shë, para se shkon fake ekipi tjetër. Doja të reagoja një shë për ekipin tem. Këtë për tjerë, mos të marrë askuf. Ashtë shumë i keq. Ashtë i shkurt edhe nuk di me përrit. Për mua nuk di me përrit hiç. Për tjerë ma të keq nuk kam. Dhe po, ka që doja të ju thoja vetëm. Okej, përrit se më duket që kam blen një lojtarë këtu, këtë shopi, kam dashur me blen një lojtarë, përrit se dolem pak nga vlerësimi e ekipeve, nuk e di pse. Okej, të shkoj të shopin, qa blesë nuk e maj men. Okej, kë, qa është kë, nuk e di as vetë se maj men. Okej, e pas kam ble, nuk e di as vetë pëse bleva, po... Për fes.
ta laj 670 milion. Me shit. Okej, ta fesim. Unlock 670 milion. Pas ka më rëgju lek, këtë më duket. Okej, ta një të shkëm dhe jarë ka vlerësimi e ekipeve. Edhe tjetëri është erdhi. Ta fikojmë ekipin e këti. Okej. Kjo ka Kanein, Manen, Cristiano Ronaldon, edhe po, Kanein është I vjetër. Nuk e ke s'keqa me daft, në qoftë se ke mundësi me marrë ndonjë 117 ose 118. Për Kanein, Son e ke të mirë, e ke utoc, e kam pa di me lujtë shumë mirë, edhe për Maje, s'ke pse me ndëru, edhe Cristiano Ronaldo, s'kam qa me thanë, e din dhe vetë dhe se s'ke pse me ndëru Cristiano Ronaldo. Afti shpejt, ti me gjyt, me të rivlu në fakt, jo është mirë se afti gjatë edhe nuk këtë gjatit e kanë të përftirë me të rivlu. Edhe me pasu okej. Tani kemi në mesfuf. Kemi Zielinski ta fëkam. Ishe në 16, të me thanë overall dhe ke stok. Tani kemi Arda Güler, sa aftë nishin në 16, fjef në të rej venat. Mos e letë së dhe me, po leja të më. Edhe Harry Kanein që e mansulm. Tani, me këto meni, ashtë mirë. S'ke pse me më përu, e thaf dhe te aj ekipi parë se vlerësova nuk ke pse me më përu, ban, kujse tani jemi këtu, në mbrojtje. Kemi 117 Carlos Romerio, pas ka komen e kesh 2. Nuk di ka me qyt me defense këto, po të mundësi ka dhe më të mirë. Bërë Zoklin s'ke pse me ndëru, Saliban jo, edhe Timber jo. Për tjerin John Garcia mos të ndëro asket, tjef pëdollin do një 119 ose 120. Dhe po, tjef të rajnoj dhe tim. Për menimin tem, përveç Kainit tjerë ti ke mirë, kështu që ke një 9 nga 10, se nuk I ke të rajnu as tim. Po, okej, 9 nga 10 I ke dhe ti. Tani, ka ndonjë tjetër, ku fakë, së di përët, edhe këto. Okej, tani, shikoj përët, te ojërë, përët se du me pat YouTuberin se më komentoj mu ke video jam. Shkërësi se gjem. Aftë 124. Okej, nuk atë më dalë kun. Jo, nuk po dalë, së di pse, po s'ka gjam. Okej, përra, shpresë që këtë pëlqy kjo video, kjo është e vlerësimi e ekipeve, nuk është të më keni qru shumë njerës ftes, se po në kërë që ma shumë, dhe kërë vlerësu gjithve. Po, s'ka gjë. Shpresë që këtë pëlqy kjo video, mos të hroni për nëse më shumë like, subscribe, klikoni dhe zilen dhe fihemi videon tjetër. Bye bye!